shpesh të gabushëm. Edhe doja prej të dyve të dija konceptin, ku është ajo vija e mesit mes psikiatrët dhe psikologut? Shiko, dallimi fillimisht në studime është shumë i madh, po mandej fillon ngushtohet, vjen deri te ajo maja piramides. Do thotë psikiatri është mjek, e kryen fakultetin e mjekësisë, e kryen specializimin për psikiatri dhe merr titullin psikiatër. Ndërsa psikologu kryen fakultetin e psikologjisë, që në disa vende në shkencat humane, këtu tek ne është shkencat filozofike aktualisht, fakultetin filozofik, mandej specializohet dhe në moment kur specializohet, kur e merr titullin po them më mirë psikoterapeut, atëherë na bashkojnë të dyve në njëta pjesë. Detyrat, rolet, se nga një herë, dhe thotë, dhe populata i ngatron, edhe kam dëgjuar shumë